Me akuzat e rënda e të një pasnjëshme ndërmjet ministrit në detyrë të kulturës, Hajrullah Çekut dhe kryetarit të Prishtinës përparim Ramës u karakterizua dita e mërkurë. E gjitha nisi pas akuzave që i drejtoi Çeku ndaj Ramës dhe qeverisjes së tij gjatë një konference për media. Gjitha këto janë kontrata të lidhura kundërligjshëm, duke mos i respektuar procedurat e nevojshme për pajisje me leje dhe pëlqime të nevojshme. Të gjitha këto investime realizohen brenda zonave të mbrojtura të trashëgimisë kulturore. E më pas, përmes rrjeteve sociale, përgjigje pati edhe nga kryetari përparim Rama. Sipas tij, ato që u tha nga Çeku janë të pavërtetat e radhës për të justifikuar bllokimin e kundërligjshëm dhe sistematik të çdo projekti transformues në kryeqytet, derisa ftoi Çekun në një debat të hapur publik, po përmes rrjeteve sociale kundërpërgjigje pati nga Hajrullah Çeku, i cili tha se provat i kanë dorëzuar në prokurori e polisi dhe se kanë dyshim të bazuar për keqpërdorim të buxhetit të shtetit në vlerë disa milionësh. Derisa sa i përket debatit, Çeku tha se debat po, por në gjykatë. Kujtojmë që përplasje mes komunës së Prishtinës dhe MKRS-s pati edhe ditë më parë, ku komuna paditi një inspektor të inspektoratit për trashëgimi kulturore, e më pas përmes një konferencë u kundërpërgjigj MKRS. Njohuesi i qeverisjes lokale Valmir Ilazi thotë se këto përplasje ndikojnë mes tjerash në efikasitetin e zbatimit të projekteve. Këtë lloj përplasje mund të ndikojnë jo vetëm në imazhin politik të individëve të përfshirë, por gjithashtu mund të ndikojnë edhe te institucionet që ata përfaqësojnë, por gjithashtu edhe në efikasitetin e zbatimit të projekteve, duke krijuar një klim të pasigurt dhe të paqartë për të tjerët që mund të jenë të përfshirë në këto projekte. E njëra nga çështjet e përplasjes mes komunës dhe ministrisë është projekti i sheshit Gjergj Bush. Punimet në këtë shesh sapo nisën në pjesën pranë katedrales të Martën u ndaluan nga inspektorati për trashëgimi kulturore.